Përshëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do të jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formulë, shkak është një angazhim personal. Java për ju fillon me kartën Udhkryq. Kjo kartë simbolizon zgjedhje dhe moment vendimi. Në fillim të javës ju mund të ndiheni përballë një situate ku duhet të zgjidhni drejtimin që dëshironi të ndiqni. Mund të ketë dy mundësi ose dy rrugë që kërkojnë vëmendjen tuaj dhe vendimi që merrni mund të ndikojë në mënyrën se si do të zhvillohet java për ju. Pas kësaj shfaqet karta e anijes. Kjo kartë simbolizon lëvizje dhe ndryshim drejtimi. Kjo sugjeron se vendimi që ju merrni mund të sjellë një lëvizje përpara ose një ndryshim perspektive. Anija shpesh tregon edhe një proces ku ju largoheni nga një situatë për të eksploruar një mundësi tjetër. Për disa bëhet fjalë për udhëtim. Më pas kemi kartën e librit. Libri lidhet me informacion të fshehtë, njohuri ose diçka që ende nuk është zbuluar plotësisht. Në këtë pikë të javës mund të kuptoni se nuk keni ende të gjithë informacionin për situatën që po shqyrtoni. Mund të ketë një element që kërkon më shumë kërkim ose reflektim përpara se të bëhet plotësisht i qartë. Pas kësaj shfaqet karta e minjve. Karta e minjve simbolizon shqetësim, lodhje mendore ose diçka që gryen energjinë tuaj. Mund të ketë një situatë që ju bën të mendoni shumë ose që ju krijon ndjenjën e pasigurisë. Minjt shpesh tregojnë edhe një nevojë për të vërejtur se ku po humbet energjia juaj. Më pas kemi kartën e ariut. Kjo kartë simbolizon forcë, autoritet dhe ndikim. Kjo gjithashtu sugjeron se në këtë histori mund të ketë një figurë të fuqishme ose një situatë ku ju duhet të përdorni forcën dhe vendosmërinë tuaj për të ruajtur kontrollin. Ariu shpesh lidhet edhe me mbrojtjen dhe me menaxhimin e burimeve. Pas ariut shfaqet karta e kopshtit. Kjo kartë simbolizon mjedisin shoqëror, takime dhe ndërveprime me njerëz të tjerë. Kjo tregon se gjatë javës mund të ketë situata ku ju jeni në kontakt me një rreth më të gjerë njerëzish, ndoshta përmes një aktiviteti, një takimi ose një komunikimi në grup. Në fund të rreshtit kemi kullën. Kjo kartë simbolizon distancë, strukturë dhe reflektim nga një perspektivë më e lartë. Për mua personalisht në leximet e mia personale, kulla shpesh më simbolizon të shkuarën ose dikë nga e kaluara. Por gjithashtu kjo kartë sugjeron se java mund të përfundojë me një moment ku ju ndjeni nevojën të distancoheni pak nga situata për ta parë atë më qartë. Kulla shpesh tregon edhe vendosjen e kufive ose fokusin në strukturë dhe organizim. Këtu lidhet edhe karta e Prism Oracle që është dorëzim ose lëshim, e cila sugjeron se gjatë kësaj jave mund të vijë një moment ku ju kuptoni se nuk mund të kontrolloni çdo detaj të situatës. Ndonjëherë është e nevojshme të lini disa gjëra të rrjedhin natyrshëm për të kuptuar drejtimin e vërtet. Si rrjedh historia e javës? Historia që kartat tregojnë është kjo. Ju filloni javën përballë një zgjedhjeje që mund të ndryshojë drejtimin e një situate. Ndërsa përpiqeni të kuptoni rrugën më të mirë përpara, situata mund të sjellë lëvizje dhe zhvillime të reja. Megjithatë, jo çdo gjë është e qartë menjëherë dhe mund të ketë informacione që ende nuk janë zbuluar plotësisht. Kjo pasiguri mund të sjellë disa shqetësime ose mendime që ju lodhin. Megjithatë, ndërsa java vazhdon, ju mund të gjeni forcën për të menaxhuar situatën dhe për të ruajtur kontrollin mbi atë që ka rëndësi vërtet për ju. Gjatë javës mund të ketë edhe ndërveprime me njerëz të tjerë që ndikojnë në mënyrën se si zhvillohet situata. Në fund, ju mund të ndjeni nevojën të distancoheni pak për ta parë më qartë gjithë panoramën dhe për të vendosur kufijtë që ju nevojiten. Paçim!